është mundësi edhe data 5 tetor, por po ashtu edhe data 12 tetor, apo data 19 tetor. Sapo përfundoi takimi thirrur nga presidentja Osmani, që kishte për qëllim konsultimin me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Në këtë takim, në vend të kryetarit kryeministrit Albin Kurti, isha e pranishme si përfaqësuese e lëvizjes vetëvendosje, dhe sa i përket lëvizjes vetëvendosje, ne paraqitëm qëndrimin tonë, që është jashtëzakonisht me rëndësi që zgjedhjet lokale të mbahen sa më shpejt aq më mirë. Tani, nëse zgjedhjet shpallën nesër, është mundësi edhe data 5 tetor, por po ashtu edhe data 12 tetor, apo data 19 tetor. Këto ishin 2 apo 3 data që u përmenden më së shumti. Në fakt, shumica e përfaqësuesve apo kryetarëve të partive politike ishin për 12 apo 19, ndonse qëndrimin e paraqesin ata vetë, por sa i përket lëvizjes vetëvendosje, qëndrimi ishte që sa më herët që shpallen aq më mirë, duke pasur parasysh që mund të kemi edhe ballotazh, prandaj edhe duke pasur në vëmendje motin e ftohtë dhe të tjera si këto që mund të vështirësojnë situatën, ne jemi të pajtimit që ato të shpallen sa më herët. Siç e dini, tashmë lëvizja vetëvendosje ka nisur me shpalljen e kandidaturave. Gjithsesht aty ku udhëheqim, në komunat të cilat ne udhëheqim, kemi bërë të ditur që vazhdojmë me kryetarët e njëjtë, pra edhe në Dardan apo Kamenic, me kryetarin Kadri Rahimaj, edhe në Podujev, me kryetarin Shpejtim Bulliqi, edhe në Shtime me kryetarin Qemail Aliu, sot vazhdojmë me Gjilanin, e kështu me radhë, pra shumë shpejt do t'i kemi të gjithë kandidatët për kryetarët komunave. Pra për vetëvendosjen është e rëndësishme që ky cikël të përmbyllet për të nisë apo për të vazhduar me procedura tjera me listat zgjedhore për asambleje komunale. Prandaj nëse keni pyetje, unë jam e hapur. Për datën e zgjedhjeve, orët në një pajtueshmëri? Tashmë presidentja me dekret e shpall datën e zgjedhjeve, sipas asaj që ishte në diskutim, është që duhet të konsultohet edhe KQZ-ja, për faktin se sipas informacioneve që i kemi, ata janë në përgatitje të disa rregulloreve përkatëse për zgjedhjet lokale, prandaj që të jemi në një linjë, që të mos ketë asnjë problem në këtë drejtim dhe që të zbatohen sa më strikt rregulloret që nxjerren nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. U tha që do të ketë edhe një konsultim me KQZ-n, por natyrisht që kjo tashmë është në dorë të presidentit. Se cilin prej kandidatëve apo kandidateve do ta bëjmë publik me kohë, me radhë, sikur e kemi bërë deri tani. Pra edhe një herë, me radhë, me kohë, se cilin. A do keni në koalicion me guxon edhe alternativen edhe në këto zgjedhje? Edhe një herë, pra ne ende nuk i kemi detajet e kësaj çështje, domethënë nuk i kemi detajet se si do të futemi në këto zgjedhje, por me kohë do t'i keni.